mëngjesi, mirëmëngjes edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do flasim për teatr. Shkolla 9 vjeçare Prek Gjoni e përfaqësoi më së miri Bashkinë Malësi e Madhe në konkursin e teatrove të shkollave 9 vjeçare. Prandaj sot kam të ftuar përfaqësuesit e kësaj shkolle, 3 artistë të rinj që në të ardhmen dëshirojnë të bëhen artistë të mëdhenj dhe unë kam nderin dhe kënaqësinë t'i kem të mëngjes. Fillojmë me Ledion Grishaj. Mirëmëngjes i nderuar. Mirëmëngjes. Faleminderit që je sot me mua dhe është gjithmonë kënaqësi të të kem në studio. Është bukur të bësh teatr? Patjetër se po. Do të them pak akullin patjetër sepse është emocion dhe është emocion atje, është emocion edhe këtu dhe jemi pak të tensionuar ndoshta. Isra Hysaj, mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Faleminderit që je me mua këtë mëngjes dhe është gjithmonë kënaqësi. Gjithashtu. Dhe vazhdojmë ëmbëlsirën. Desilda Curraj, mirëmëngjes, bukuroshe. Mirëmëngjesi. Shumë kënaqësi që jam këtu. Është edhe për mua shumë kënaqësi që ju jeni këtu, sepse 3 artistë kaq të vegjël kanë sjellë një shfaqje kaq të madhe që i ka dhënë shumë bukuria sa atij festival, atij organizim, duke marrë edhe çmimin e parë. Si u ndjeve në atë moment e dashur? Po filloj me ty? Mirë. Në atë moment jam shumë emocionuar, se po aq krenare, se po përfaqësoja shkollën time në atë moment. Si lindi kjo dëshirë? Si erdhi dëshira për të marrë pjesë në këtë festival? Shkolla jonë është përfshirë në projektin Arte e Zeje, dhe një ndër fushat është dhe teatri. Të gjithë ne e ndjekim kursin pas diteve në ambientet e shkollës, dhe si vjet është viti i dytë. Gjë që tregon se aktrimi është pasioni ynë. Megjithëse dëshira për të marrë pjesë në festival ishte pothuajse të gjithë nxënësve, normalisht që mësuesja përzgjodhi nxënësit, të cilët i përshtateshin më shumë karaktereve të dramës. Patjetër, duke u përshtatur dhe normal. Pra jo thjesht lindi dëshira për të marrë pjesë në një festival, por u realizoi dëshirë për të aktruar edhe pse në skena të vogla. Një skenë e vogël, por vërtet me shumë peshë, sepse është skena e parë që ju merrni pjesë, dhe do ketë një peshë shumë të madhe pasi sa do larg të shkoni, edhe në skenën e teatrit Migjeni nesër kur të jepni shfaqje, do mbani mend atë skenën e vogël, qoftë të klasave ku keni bërë prova, sepse është diçka vërtet emocionuese. Si u ndjet në momentin e parë që dolët në skenë? Pra skena, siç e përmendëm, ka një peshë të veçantë. Si ishte ajo ndjesia e parë që dolët në skenë, sepse ishte edhe një juri profesioniste, ishin njerëz që ju shikonin. Mund ta shpjegoj dikush atë ndjesinë e veçantë? Një ndjesi e papërshkrueshme, një ndjesi shumë e bukur, po mundoheshim që të menaxhohemi me emocionet, të ishim sa më të thjeshtë në skenë, mendoj se shkoi shumë mirë. Shkoi shumë mirë. Ka pasur momente që kishte që ndoshta mendoje që do i bëje më mirë? O mundohet të jetë më të mirë në teme, dhe patjetër, përmirësimi nuk ka fund. Patjetër, gjithmonë duhet jemi pak kritik ndoshta ndaj vetes që të sjellim gjëra edhe më të bukura. Besoj që përgatitja ju ka marrë një kohë të veçantë, pasi, siç e tha edhe vajza, jeni përgatitur pas diteve në ambientet e shkollës, dhe është diçka vërtet për t'ju vlerësuar, sepse të rinjt sot ose fëmijët si ju rrinë duke në internet, duke parë gjëra të ndryshme, duke luajtur lojra ndoshta. Sa kohë ju ka marrë ju përgatitja dhe sa rëndësishme është kjo përgatitje për ju? Na ka marrë rreth një javë, pastaj pas një jave kemi nisur të bëjmë improvizimet, të mësojmë skenat, lëvizjet dhe kështu me radhë. Ishte e vështirë kjo përgatitje? Jo shumë, edhe pse ka pas ato të vetat, por megjithatë me punën dhe përkushtimin e mësuesve ja kemi arritur. Kush ju ka mbështetur më shumë gjatë këtij rrugtimi? Jam kurioze të di, kush ju ka mbështetur më shumë, kush ka qenë ai suporti kryesor, sepse gjithmonë, pavarësisht familjes apo personave të veçantë që na mbështesin në çdo gjë, është njëri që është më mbështetës, më suportues, është gjithmonë aty për t'ju inkurajuar. Kush ka qenë për ju? Përveç kanë qenë gjithë mësuesit e shkollës, gjithë të afërmit, por sidomos ka qenë dhe familja. Kanë qenë mbështetësit më të mëdhenj. Kush është mbështetja më e madhe? Kush ishte mbështetja më e madhe në këtë rrugtim? Mbështetja më e madhe normalisht që ishin mësuesit dhe prindrit, normalisht ishin mbështetja më e madhe që më thoshin çdo moment, vazhdo, jepi vetes që të dalesh në performancën tënde në teatr sa më mirë.
Më të mirë. Ti mendon se ishe në performancën tënde më të mirë? Patjetër se po, unë maksimumin kam bërë, kështu që kjo është kryesorja. Është kryesorja, vërtet je shkrenar dhe të kesh vetë besim sepse të ndihmon shumë të ecësh përpara. Apo për ty e dashur, kush ishte mbështetja më e madhe? Mbështetjen e kam gjetur te të gjithë mësuesit të shkolla ime, por sidomos më të madhen e kam gjetur tek nëna ime që më ndjek në çdo hap. Sa bukur. Është vërtet shumë krenari dhe i përshëndesim shumë të gjithë mamat këtë mëngjes, sepse janë ato që na qëndrojnë afër në çdo kohë dhe në kohë të vështira kur ne jemi aty në shtëpi duke mësuar rolin ndoshta që duhet një kohë përgatitore bëgi e mirë, sepse në shtëpi do të jemi me ato fletat duke përsëritur. Apo jo, sa ku ju deshiu për të mësuar rolin? Unë në fakt nuk kisha ecë shumë rol dhe modesht pak kohë se Isrës, sepse Isra dhe Desilda që kam në krah kishin një rolet kryesore, sidomos Isra, dhe ju do të shumë kohë që të përsëriqin deri që të banim rezultatin më të mirë. Më në fund i arritëm, kjo është kryesorja. Dhe dolu duke marrë çmimin e parë, kjo është vërtet kryesorja. Sa kohë të desh ty Isra për të mësuar rolin? Një javë, 10 ditë, mendoj, pastaj ka kaluar edhe kohë duke bërë përgatitje, duke u përmirësuar, por afërsisht kaq. Është e vështirë pjesa të mësosh diçka përmendësh, sepse ka njerëz që e kanë ndoshta të pamundur. Jo. Them drejtën, unë jam ai tipi i cili kur dua ta bëj diçka e bëj edhe për një ditë. Dhe për mua e kam marrë me as seriozitet dhe për 3 ditë ose 5 ditë e kam mësuar rolin tim. Dhe sportivitet. Dhe sportivitet. Kjo është shumë sportivitet. Është shumë rëndësishme, pasi kur e merr me sportivitet edhe më bukur dalin gjërat dhe kur ke sa më pak emocion, je më i çliruar dhe jep 100% nga vetja jote, nuk të pengojnë ato emocionet e vogla ndoshta. Po pjesa e interpretimit ishte e vështirë sepse është lehtë ndoshta të mësosh diçka përmendësh, por është e vështirë të interpretosh. Duhet të jesh një artist dhe ju të tre, më lejoni të ju komplimentoj shumë, ju të tre jeni artist tashmë. Është e vështirë të interpretosh? Për mua s'ka qenë shumë e vështirë, sepse jam munduar ta përjetoj rolin si të nuk ishte ndodhur me të vërtet dhe e përfshiva rolin, karakterin në brendësinë time dhe mendoj se mendoj se ishe vetvetja, ke nxjerrë atë 100% që nga brendësia jote dhe ishte shumë i lehtë interpretimi. Po për ty Ledion. Edhe unë mund të them se nuk ishte shumë e vështirë të interpretoja, sepse jam mësuar, unë kam interpretuar edhe më përpara, dhe kjo është një gjë shumë e bukur për mua dhe isha shumë i mësuar me këtë pjesë. Pra është diçka e thjeshtë. Sa më shumë herë ta bësh, është edhe më e thjeshtë për ty. Po, patjetër, shumë. Dhe mendoje sa më e thjeshtë do të jetë pas çmimit të parë, kur të keni shfaqje me Knatësia më e madhe. Knatësia më e madhe. Si u pritu publiku? Jam shumë kurioze të di, pasi jeni një shkollë, shfaqja u organizua në Shkodër, në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, dhe ndonjëherë fëmijët janë skeptik kur vinë edhe të rriturit, jo vetëm fëmijët, po kur vinë nga Malësia e Madhe apo nga Buka, nga rrethet e qarkut Shkodër, sikur janë skeptik kur vinë në Shkodër, por unë e pash që ju kishin pritur shumë mirë. Po, them drejtën, publiku të gjithë na duar trokitën dhe u përlotën nga interpretimi im. Dhe kjo gjë na bëri të ndihemi shumë të vlerësuar dhe jashtëmos të lumtur. Kjo na bëri të mendojmë se ja dolëm, ka më shumë zemër për të vazhduar përpara. Ju jep kjo sa më shumë zemër për të vazhduar aty ku i keni objektivat, Ledion? Patjetër që po. Unë gjithmonë e kam pas dëshirë teatrin, aktrimin dhe mendoj që jam drejt rrugës së duhur dhe do të vazhdoj këtë pjesë sepse është një profesion shumë i bukur. Pra mendon të bëhesh në të ardhmen një aktor. Patjetër, aty kam synimet. Aty janë synimet dhe është shumë bukur që një iniciativë e vogël ndoshta e shkollës kur shikohet nga jashtë mund të reflektoj tek e ardhmja e një personi, është shumë bukur, sepse për fëmijët sot është kaq e vështirë të zgjedhin të ardhmen dhe kur dëgjon që ka fëmijë që e din me kaq krenari se duan të bëhen aktor, është për të ardhur shumë mirë. Dhe të komplimentoj në fillim për vetbesimin dhe për atë çfarë ke arritur. Falenderoj. Po ti dëshiron të bëhesh aktore? Në fakt, këto kohët e fundit kam nisë me mendua, kam nisë me imaginua sepse pas fitores me rëzemër dhe më shumë, por gjithsesi koha do të tregoj. Ke një dëshirë tjetër që të rri ndoshta në mendje në një doktoresh, në një mësues, në moshën tuaj, ndoshta gjithmonë. Mendoj të bëhem mjeke, pastaj ndodh një aktivitet, një organizim
them, jo, do të bëhem prezentuse, do të bëhem artiste. Pastaj ndodh një dramë si kjo, them, jo, do bëhem aktore, por gjithsesi do ta shohim në të ardhmen. Ku e merr atë feedbackun më të madh? Ku e ke atë emocionin më të madh, ndoshta kur bën një prezantim, sepse publiku është gjithë syeve tek ti, patjetër unë i di shumë këto emocione, apo kur bën një aktrim dhe në fund të gjithë përloten nga ajo që ti interpretove, të gjithë të duart rukasin, të gjithë të thonë që bravo, ishe e mrekullueshme, edhe këto janë emocione të tjera, por patjetër shumë emocione duhet të jenë edhe në momentin që ke në dorë jetën e një njeriu. Po, të dyja kanë vlerat e veta, por kohët e fundit aktrimi ka emocionuar. E shem doj. Ndoshta edhe ndikon pak çmimi i parë. Po, normal. Ndikon pak çmimi. Po për ty, çfarë do bësh kur të rritesh? Atëherë, si shtalisha, ta shqipona dramën edhe u morëm edhe 2 çmime të para, ma ka marrë pak mendjen kjo gjë më bë edhe një aktore. Por pse jo, veç se kjo gjë vetes së ardhmes. Po një dëshirë e jotja, sepse patjetër që jemi vetes së ardhmes, ndonjëherë nuk e di ku mund të na çojnë rrugët e jetës dhe ndoshta do bëhemi ajo që nuk e kemi pritur fare, por një dëshirë e jotja besoj që është. Unë kam 2 dëshira. Më pëlqen të bëhem edhe një mjeke, por edhe avokate. Cila më shumë? E kuptoj që ndoshta apo të vë pak në siklet. Tani, mjekja është një profesion shumë i vështirë, sepse të bësh mjeke do të thotë të kesh jetën e një njeriu në dorë. Ndërsa avokati më duket pak edhe më thjesht dhe është mënyra ime, është tipi im që mendoj se më shkon më shumë të bëhem një avokate. Edhe pak më shumë avokate. Pak më shumë avokate, më vjen mirë që keni kaq shumë ëndra dhe kaq shumë dëshira dhe jeni një rini kaq produktive, është për të ardhur shumë mirë. Çfarë interpretohat dhe çfarë përcolli drama juaj? Mund të ma shpjegoni pak me fjalë të thjeshta, ndoshta nga ana juaj, sepse ju thatë që publiku u përlot. Dhe nuk është pak që publiku të përlotet, pra ka qenë diçka shumë prekse. Dhe një publik kritik si ky i Shkodrës është vështirë të përlotet, pra keni sjell një punë të mrekullueshme. Atëherë, unë kam qenë në rolin e të bullizuarës dhe mesazhi që kam dashur të përcjell është: nëse shihni dikë që hesht, mos e lini vetëm, sepse ndonjëherë heshtja është brikma më e madhe. Sa bukur, një thirrje shumë e bukur. Vërtet, bullizmi është një fenomen që është shumë i përhapur në shoqërinë tonë, edhe jo vetëm në shoqërinë tonë, në të gjithë botën fatkeqësisht, dhe po shkakton shumë viktima, sidomos moshën tuaj. Si e përjetove ti këtë emocion, të një peshe kaq të madhe? Po, unë emocione nuk kam pasur në atë momente. Jo, është një emocion vetë tema që krijohet, besoj unë? Po, patjetër, është, por unë kam qenë i mësuar me këtë pjesë dhe nuk e kam pasur problem dhe jam me atë mendimin që kur të dal në skenë të jem më i miri në kuptimin e fjalës, mos të shoh as hyrin as të tjerët dhe të vazhdoj rrugën time. Emocione tani mund të thënë që ishte një emocion i madh dhe mu nuk më takon fort me folë sepse Isra ishte këtë rolin kryesor që i të buizuara, nërsa unë isha buizuesi në atë moment. Do shte një rol të për kryesor, është edhe joti, sepse ndonjëherë viktima është ajo më pafajshmja, por ajo që ne duhet të merremi sa më shumë nuk është me viktimën, por me ato që e krijojnë atë ndjesinë e keqe tek viktima. Apo jo? Po. Patjetër. Është e vërtet kjo pjesë, po për ty, si ishte roli jot dhe çfarë solli roli jot? Atëherë, them drejtën, këto emocionet e frikës nuk e kam pasur, por kam pasur atë ndjesinë e keqe sepse unë isha në rolin e bullizuesës dhe duhet të bullizoja një fëmijë e cila nuk duhet të ndodh kurrë. Dhe nuk ishte aq e vështirë, por në mënyrën se duhet ta bullizoja Isrën ishte pak emocionalisht pak e vështirë për mua. Ishte sepse nuk të përkiste. Pra, bëre diçka që ndoshta dole jashtë vetes, por kjo është aktrimi. Shpesh herë duhet të bësh atë çfarë të nxjerr jashtë vetes, por që ti e ke bërë në mënyrën më të mirë dhe kjo tregon shumë për ty. Është vërtet. Po ti si u ndjeve, sepse është diçka shumë delikate të bësh rolin e viktimës në bullizim dhe patjetër është diçka që ti aty përfaqësove disa fëmijë apo disa njerëz që ndoshta po vuajnë dhe janë në një gjendje shumë të keqe emocionale, sa mund të çojë edhe në ngjarje apo në veprime shumë tragjike. Ti si u ndjeve? Jam shumë kurioze.
Në fakt, jam munua që me përfshi rolin sa më shumë vete, e kam bërë me shumë zemër, me shumë emocion dhe prandaj unë ndjeva dhe mirë. Dhe emocionet që përcolla tek publiku më dhanë me shumë kurajo dhe vetbesim. Patjetër. Çfarë do t'ju mbes në mend nga ky interpretim? Çfarë do t'ju mbes në mendje qoftë nga kjo eksperiencë, sepse është vërtet një eksperiencë magjike, pasi ju keni marrë edhe çmimin e parë dhe është 2 fish eksperiencë dhe më e bukur. Më thoni me rrallë, çfarë do të mbes në kujtesën tuaj nga kjo eksperiencë? Ai momenti kur kemi dëgjuar që kanë thënë emrin e shkollës. Për çmimin e parë. Si fituese, po normal. Po për ty Ledion? Të njëjtin mendim kam dhe unë, ishte një moment që nuk kisha emocione më të mëdha, nuk kisha përjetuar. Do të mbetet gjatë në kujtesën time. Po, patjetër. Është diçka shumë e veçantë. Po për ty? Edhe për mua njëta gjë se shtarë dhe miqtë të mi, për mu do me mbetet edhe me një pjesë e dramës. Pjesa kur Isra shkruaj letrën nënës së saj, me aq dëshpërim, me aq dhimbje në zemër, që nuk mund t'ja thot në sy, ka qenë edhe pjesa më e vështirë. Ka qenë pjesa më e vështirë dhe ajo shitet pjesë në mendje. Mund ta tregosh pak më shumë për këtë pjesë? Ka qenë një moment kur kthehem nga shkolla shumë e dëshpëruar nga bullizimet e shokëve dhe ulem në tavolinën e punës dhe shkruaj një letër nënës ku i tregoj sa e vetmuar, sa e dëshpëruar ndihem dhe pastaj nëna e lexon atë letër kur unë jam në shkollë dhe vjen në shkollë e mërzitur, shumë e në angst dhe po, dhe flet mësuese në lidhje me këtë temë, pasi unë nuk i kisha treguar askujt mbi problemin që më shqetësonte. Është e rëndësishme kjo pjesë, do të hapemi me dikën dhe t'i tregojmë dikujt, qoftë më i madh, qoftë një mësues, qoftë një shok më i madh, pasi mund të flasim dhe të çlirohemi nga ato emocionet negative ndoshta që na rrethojnë ndonjëherë. Sidomos me familjen. Sidomos me familjen. Është vërtet shumë e rëndësishme. Do kalojmë pak, do i lëmë më njanë këtë gjërat negative, sepse jemi për një gjë të bukur, kemi fituar çmimin e parë dhe pavarësisht se është një dramë, dhe është një temë delikate, ne sot do kënaqemi. Duhet të di kujt ja dedikoni çmimin. Gjithë mësuesve që kanë qenë aq të përkushtuar, aq të mirë me ne, ja dedikojmë familjes dhe gjithve atyre që na kanë mbështetur dhe na kanë qëndruar pranë në çdo moment. Për ty Ledion, kujt ja dedikon këtë çmim? Dhe unë ja dedikoj të gjithë këtë çmim, ja dedikoj mësuesve që kanë dhënë një hap dhe një iniciativë shumë të madhe për ne dhe familjes time që kanë qenë krahu im imediat në çdo moment. Vërtet shumë bukur. Po për ty e dashur? Edhe unë çmimin ja dedikoj shkollës, gjithë mësuesve që na kanë mbështetur, por edhe familjes, por sidomos 2 mësuesve që kanë shkruar tekstin e dramës, mësuese Verës dhe mësuese Dhuratës, që i përshëndes. I përshëndesim shumë këtë mëngjes, mësuese Verën dhe mësuese Dhuratën, që kanë sjellë diçka kaq të bukur, dhe unë dua të përshëndes dhe të falenderoj që më nxore këtu, në veçanti mësuese Verën, pasi ishte në çdo kohë e gatshme që ju të vinit sot dhe t'ishte e mundësuar kjo intervistë. Faleminderit mësuese Vera, je mrekullueshme. Besoj që edhe për ju është e njëjta përshëndetje. Është e njëjta përshëndetje, sepse është vërtet një nder të kemi mësues të tillë që janë gjithmonë të hapur dhe gjithmonë pro gjërave të bukura, shfaqjeve të bukura. Patjetër që edhe angazhimi të fëmijëve në koncerte, në aktivitete, në teatro, është shumë e rëndësishme. Sa jeni pjesë ju e këtyre aktiviteteve dhe sa e rëndësishme është për një fëmijë të lërë ndonjëherë, si që përmenda më përpara, telefonin dhe të shkojë në shkollë dhe të merret me aktrim, me muzikë, me çfarë do qoftë, por jo të rrinë në shtëpi me telefon. Është shumë e rëndësishme sepse e zhvillon si individ, e zhvillon aftësitë artistike në radhë të parë. Dhe gjithashtu ai arrin të menaxhojë emocionin para publikut. Arrin të krijojë një ndoshta një vetbesim më të madh dhe është shumë e rëndësishme. Sa mendon ti Ledion se është e rëndësishme kjo pjesë? Mendoj që është shumë e rëndësishme sepse siç tha dhe Isra përpara, të ndihmon shumë të largosh mendjen nga telefoni, nga ngarkesa e trurit dhe të zjetave dhe të ndihmon shumë në
Në pjesën, po, patjetër. Në vetbesimin tim dhe në marrëdhëniet me njerëzit, socializimin dhe të gjitha të tjera. Patjetër, sepse njeh njerëz të ri, shikon eksperienca të reja dhe krijon ndoshta edhe lidhje të reja, lidhje të bukura shoqërore, emocionale, ku patjetër janë ndikuese për të ardhmen dhe për personalitetin tuaj që po formoni dita ditës. Çfarë do thotë kjo fitore për shkollën tuaj? Kjo fitore për shkollën tonë do të thotë se ajo ka nxjerr talenta, do të nxjerr dhe ka për të nxjerrë gjithmonë talenta ajo shkollë. Është emocionuese të jesh një talent jashtë shkolle, pasi ka nxjerr gjithmonë siç ti e përmendë dhe të jeni vazhdimsi e një brezi kaq të mirë, është ndonjëherë rëndësishme, është ndonjëherë vështirë, por patjetër të bën edhe krenar për veten, sepse jeni një brez i ri shumë i talentuar. Sigurisht që po, por ndonjëherë është edhe emocioni sepse ata mësues, ata persona që ta japin këtë gjë, ke ato emocione nëse po e bëj mirë, nëse po i bëj krenar ata, po jo bëj gjën si duhet dhe normal që ka të përgjithsinë e vet. Ka përgjithsinë e vet. Ke frikë se mos i zhgënjen. Por ju i keni lumturuar pafund dhe ato janë krenar shumë për ju dhe të gjithë jemi krenar për ju që keni sjell një dramë kaq të bukur, një shfaqje kaq të bukur ku do të mbes gjatë në memorien tuaj po edhe tonën. Është diçka shumë e bukur të përfaqësoni qarkun, sepse nuk është gjë e vogël, pasi janë disa bashki, ku ju do të përfaqësoni në nivel qarku jeni më të mirët. Dhe kjo është jo zhgënjim, po kjo është një privilegj tepër i madh dhe shumë i bukur. Beson që ju ka ndryshuar diçka tek karakteri, tek sjellja, tek mënyra se si shikoni apo i trajtoni shokët, njëri tjetrin, mësuesit, kjo eksperiencë kaq e veçantë? Po, sigurisht, sepse na ka mësuar vlerën e disiplinës, vlerën e përgjegjësisë, si të bashkëpunojmë në grup, si të menaxhojmë emocionet, por mbi gjitha na ka përmirësuar komunikimin dhe zhvillimin e aftësive artistike. Është kaq e rëndësishme për secilin prej jush, jo vetëm nga ana artistike, por edhe në jetën e përditshme, sepse një njeri që shprehet bukur është gjithmonë një njeri që duket bukur për mendimin tim, sido që ti jetë. Apo jo, Ledion, si mendon? Patjetër, ndaj edhe unë të njëjtin mendim, sepse ishte shumë e rëndësishme që ne të merrnim pjesë dhe më në fund ne ja dolem dhe arritëm që dhe pyetjes tënde të jepnin dom, domethënë. Po, të vinit, ndoshta nëse ju kisha thirrur para shfaqjes do ishit më të emocionuar, sepse është një eksperiencë patjetër që të rrit në një kuptim të mirë të fjalës, të rrit nga ana artistike. Dhe nga ana sociale e marrëdhënieve me njerëzit dhe nga kontrollimi i emocioneve, që është gjëja kryesore edhe këtu në televizion që po flasim. Patjetër. Ti si në moshë më të vogël, se këta të dy, pavarësisht se të gjithë jeni të vegjël dhe shumë të mirë, si më e vogla që je këtu, po filloj me ty për ta mbyllur me një thirrje. Dua një thirrje nga ti për të gjithë fëmijët që e shikojnë këtë mëngjes këtë emision, ose ndoshta këtë mëngjes janë në shkollë, por më vonë do e shikojnë. Dua nga ti një thirrje që të ndjekin ëndrat e tyre, të merren sa më shumë me artin, të merren me muzikën, të merren me gjëra sociale dhe mbi të gjitha të jemi pro njëri tjetrit dhe të rrim sa më afër njëri tjetrit. Mos t'i bullizojmë njëri tjetrin, sepse kjo është edhe ajo mesazhi i shfaqjes së bukur që ju keni sjell. Thirrja për bashkëposhtatarët e mi është që asnjëherë të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre, sepse ëndrat janë gjëra më e bukur. Dhe kryesorja, mos bullizoni njëri tjetrin. Duajini shokun dhe shoqen, sepse miqësia, shkolla, familja janë gjëra më e rëndësishme. Je shumë e mirë e dashur, je shumë e mirë, je shumë e ëmbël dhe faleminderit që ishe me mua. Ledion, një thirrje për ta mbyllur këtë mëngjes, sepse koha ka ikur pa u ndjer. Ne do rritem do vazhdonim të intervistë me orë të tëra, por fatkeqësisht kjo është ajo që na lejon koha. Një thirrje nga ti? Thirrja ime është të bullizimi, duajini, respektojini njëri tjetrin dhe ëndrat mos i lini në sirtar, por jepeni, vazhdoni dhe mendoni që jeni më të mirët dhe kështu do të vazhdoni përpara. Patjetër, vetbesimi është ajo që gjithmonë do ju udhëheq për mirë. Nga ti, Isra e dashur, një thirrje të bukur këtë mëngjes. Të dashur bashkëmoshatar, lexoni dhe mësoni më shumë, sepse vlerat e dijes janë shumë të mëdha. Dhe për sa i përket dramës, mos bullizoni, sepse në fund të fundit gjithë secili nga ne është unik në mënyrën e tij. Sa bukur, patjetër që gjithë secili është unik në mënyrën e tij, gjithë secili ka ato tekat apo ato pritshmërit, ato gjërat, shqetësimet e veta ndoshta dhe duhet të kuptojmë sa më shumë njëri tjetrin. Ju falenderoj të treve që ishit me mua.
Faleminderit ju për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi, është kënaqësi të kemi një brez kaq të mirë që po rritet, që shpresoj që të rrini në vendin tonë dhe të kontribuoni këtu dhe mos të largoheni dhe është gjithmonë kënaqësi t'ju kem në studio për çdo arritje tjetër që do sillni. Kjo studio është e hapur për ju. Faleminderit ju. Shumë faleminderit. Jeni shumë të mirë të tre. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente në Star Plus Televizion. Takimi radhës së bashku nesër.